Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbajini shënim vetëm me një lugë, sodë buke do të shpëtoni përgjithmonë nga ky problem. Soda e bukës është një substancë shumë e fuqishme e cila ka një përdorim të gjerë në çdo aspekt të jetës tonë të përditshme. Ajo përdoret në gatim, për pastërti, për heqjen e njollave, zbardhjen e rrobave, por edhe si një produkt bukurie. Këtu ju do të mësoni disa nga përdorimet fantastike të sodës së bukës. Soda e bukës kundër djersës. Sodën e bukës mundet që ta përdorni si një deodorant të freskët kundër djersës dhe udhëzohet që ju të përzieni 4 lugë gjelle me sodë buke dhe 4 pika nga vaji esencial i preferuar. Më pas me të, lyeni zonën ku djersisni më shumë për të hequr qafe bakteret që shkaktojnë aromën e keqe. Kundër aromave, hidheni një filxhan kafeje me sodë buke në vask dhe bëni banjë përgjysmore. Në këtë mënyrë do të pastroheni nga bakteret dhe gjithashtu nga acidet e yndyrshme që shkaktojnë aromat e këqija. Për një lëkurë të butë mund të bëni banjë 1 ose 2 herë në javë. Lëkurë të butë, hidhni pak sodë buke dhe shampo trupi në ujë dhe masazhoni duart dhe këmbët. Më pas, lajni me ujë të bollshëm dhe do të zbuloni sa e butë është bërë lëkura. Thonjë të shëndetshëm, udhëzohet të përzieni 3 lugë gjelle me sodë buke dhe 1 lugë gjelle me ujë. Pastën vendoseni më pas mbi thonjë dhe mbajini për disa minuta. Më pas, shpëlajini duart me ujë të bollshëm. Freskia e gojës. Hidhni 1 lugë çaj me sodë buke në 1 gotë me ujë. Pasi soda të jetë shkrirë, bëni gargar për të hequr qafe bakteret dhe erën e keqe të gojës. Gargarën duhet që ta bëni çdo ditë. Flok sa më të shëndetshëm. Shampo tradicionale janë të pasur me kimikat të ndryshëm të cilët prishin balancën e skalpit dhe do bësojnë flokun. Një herë në muaj përdorni sodë buke për të ruajtur shëndetin e flokëve. Dhëmb të bardhë. Nëse sodën e përzieni me ujë të oksigjenuar, ju do të përfitoni një masë të fortë zbardhuese për dhëmbët. Përdoreni këtë masë një herë në javë për të shmangur dëmtimin e enamelit të dhëmbëve. Kujdesi për fytyrën është një pjesë shumë e rëndësishme e ritualit të mirëmbajtjes për çdo femër, por jo më pak të përjashtuar duhet të ndihen meshkujt. Edhe pse në video tona ne ju rikujtojmë her pas here rëndësinë e kurimit të lëkurës që duhet të nisë që me ushqyerjen e shëndetshme, përdorimin e kremrave të duhur që i përshtaten pH-it të lëkurës, kremi kundra diellit e të tjerë. Mënyra më e mirë për të përgatitur lëkurën para sezonit të verës është duke përdorur maska 100% natyrale. Maska me kanellë, sodë buke, mjalt dhe limon për të eliminuar qelizat e vdekura të lëkurës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj sodë buke, 1 lugë çaj kanellë, 1 gjysmë limoni i shtrydhur dhe 5 lugë çaj mjalt. Përzieni të gjithë përbërësit bashkë derisa të formohet një masë homogjene dhe vendoseni mbi fytyrë dhe lëreni të veprojë për 15 minuta. Më pas, shpëlajeni atë me ujë të ftohtë. Kanella ka në përmbajtjen e saj përbërës me veti antiinflamatore të cilët parandalojnë shfaqjen e njollave në lëkurë dhe ndihmojnë në reduktimin e akneve dhe poreve të bllokuara. Ndërkaq, mjalti ka edhe një efekt antioksidues dhe i jep butësi fytyrës. Maska me sodë buke dhe qumësht. Kjo është një ndër maskat më të shpeshta të verës pasi ka efekte hidratuese
dhe gjithashtu shërben për të qetësuar lëkurën pas ekspozimit të parë në diell. Në një enë, shtoni 2 lugë çaj me sodë buke dhe 2 lugë gjelle me qumësht. Përzieni të dy përbërësit derisa të formohet një maskë. Më pas, me ndihmën e një sfungjeri të butë përhapeni në lëkurën e fytyrës, e cila duhet të jetë paraprakisht e njomur. Lëreni mbi fytyrë për 30 minuta dhe shpëlajeni me ujë të bollshëm. Kjo maskë i rikthen elasticitetin e munguar lëkurës fal sasisë së lartë të mineraleve, vitaminave dhe atyre që përmban qumshtit, të cilat ndihmojnë në shtimin e prodhimit të kolagjenit. Si ta përdorni sodën e bukës për lëkurën e fytyrës? Sodë buke dhe ujë. Soda e bukës është një pastrues shumë i fuqishëm i fytyrës, jashtëzakonisht efektiv në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës, papastërtive dhe yndyrës në lëkurë, në parandalimin e shfaqjes së akneve dhe në heqjen e poreve të fytyrës. Nëse dëshironi që të pastroni lëkurën tuaj, merrni pak sodë buke në dorën tuaj dhe shtoni pak ujë të ngrohtë. Përzieni derisa të krijoni një masë homogjene. Lagni lëkurën tuaj me ujë të ftohtë dhe më pas aplikojeni këtë maskë në fytyrën tuaj me masazhim me lëvizje rrethore. Pasi ta keni aplikuar, lëreni në fytyrë për disa minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Sodë buke dhe vaj kokosi. Vaji i kokosit është një kohësisht shumë i dobishëm për hidratimin e lëkurës. Kombinimi i sodës së bukës dhe vajit të kokosit do të pastrojë dhe do të zbutë lëkurën tuaj. Kjo përzierje është shumë efektive në trajtimin e lëkurës së thatë dhe lehtësimin e ndonjë inflamacioni të lëkurës. Për ta bërë këtë maskë, ju duhet të kombinoni sasi të barabarta të vajit të kokosit dhe sodës së bukës. Por në qoftë se ju keni një lëkurë të ndjeshme, ju duhet që të dyfishoni sasinë e vajit të kokosit. Pas përzierjes së përbërësve, aplikojeni maskën në lëkurën tuaj. Lëreni për disa minuta dhe pastaj shpëlani fytyrën edhe me ujë të ngrohtë. Sodë buke dhe limon. Kombinimi i limonit dhe sodës së bukës është një kohësisht i dobishëm për dezinfektimin e lëkurës, për pastrimin e lëkurës së yndyrshme, për reduktimin e shenjave nga plakja e lëkurës dhe për sigurimin e një ngjyre të barabartë të lëkurës. Përzieni 2 lugë gjelle sodë buke dhe 2 lugë gjelle sheqer të grirë ngjyrë kafe në një filxhan. Mbusheni çerekun e filxhanit më pas me lëng limoni. Përzieni përbërësit derisa ato të jenë të kombinuara mirë. Ju duhet që të lani fytyrën tuaj paraprakisht dhe pastaj butësisht aplikoni këtë përzierje në lëkurë. Pasi ta keni aplikuar, lëreni përzierjen të qëndrojë për rreth 10 minuta dhe pastaj shpëlajeni me ujë të vakët. Mirë po, duhet të dini se këto maska nuk kanë për qëllim të bëjnë mrekulli për në lëkurën tuaj, por ju duhet të tregoheni të durueshëm për efektin e tyre. Rekomandohet sipas ekspertëve t'i përmbajeni udhëzimeve në mënyrë që efektet të jenë ato të dëshiruarat. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!